Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësimdhënësja Gonxhe e Jubi. Punoj në shkollën fillore Brac Fomigjeni. Sot do të kemi një njësi mësimore për klasat e 8-ta. Të zbulojmë pra se cila është njësia mësimore. Njësia mësimore që sot do të marrim është kryefjala. Cilët janë gjymtyrët kryesore të fjalisë? Po gjymtyrët e dyta, plotësuese, lexoni me vëmendje tekstin më poshtëm. Të shohim me radhë fjalët. Pushimet po mbarojnë. Drita është sa e lumtur, aq edhe e pikolluar. Ajo bëri shëtitjen e fundit në përfshat. Me shumë mbresa e kujtime largohen nga fshati. Budo mbretëronte qetësi e madhe, lart në qiell lundronin 2-3 re, si floku i dëborës. Një erë e lehtë I lëvizte ato, ashtu siç e lëvizin anijen valët e detit. Një mjegull e bardhë lundron mbi lugin. Të shohim pra se çfarë fjalësh janë këto. Pushimet po mbarojnë është fjali e thjeshtë, për shkak se përbëhet prej kryefjalës dhe kallëzuesit. Pra çfarë janë fjalitë e thjeshta dhe çfarë janë fjalitë e përbëra. Do të kuptojmë. Drita është sa e lumtur, aq edhe pikolluar. Është fjali e përbërë, pra sepse përbëhet prej 2 kallëzuesish ose 2 foljesh. Ajo bëri shëtitjen e fundit në përfshat. Është fjali e thjeshtë, sepse përbëhet vetëm prej një foljeje. Me shumë mbresa e kujtime largohen nga fshati. Përsëri është fjali e thjeshtë, sepse përbëhet prej një foljeje ose prej një kallëzuesi. Kudo mbretëronte qetësi e madhe, lart në qiell lundronin 2-3 re si floku I dëborës. Kudo mbretëronte, pra këtu kemi vetëm një folje, është fjali e thjeshtë, lart në qiell lundronin 2-3 re si floku I dëborës, përsëri kemi edhe këtu fjali të thjeshtë. Një erë e lehtë I lëvizte ato, ashtu siç e lëvizin anijen valët e detit. Pra kjo është fjali e përbërë. Dhe një mjegull e bardhë lundron mbi lugin është pra fjali e thjeshtë. Pra vetëm për shkak se përbëhet vetëm prej një foljeje. Vazhdojmë pra mësimin më tutje. Sipas ndërtimit, fjalit ndahen në të thjeshta dhe në fjali të përbëra. Pra prandaj ashtu edhe ne në fillim vetëm I treguam se cilët janë fjalit të thjeshta dhe cilët janë të përbëra. Tipi më I zakonshëm I fjalisë të thjeshtë është fjalia 2 kryegjymtyrëshe, e cila përbëhet nga kryefjala dhe kallëzuesi. Pra, tipi më I thjeshtë pra ishte pra kur përbëhet fjalia nga kryefjala dhe kallëzuesi. Për shembull, pushimet po mbarojnë. Pushimet pra është kryefjala, po mbarojnë është kallëzuesi. Fëmijët lundrojnë, pra fëmijët është kryefjala dhe lundrojnë është kallëzuesi. Këto janë pra fjali të thjeshta, kurse fjalitë e përbëra janë ato fjali të cilët përbëhen prej 2 e më tepër foljesh. Pra, fjalitë e përbëra janë ato fjali të cilët përbëhen prej 2 e më tepër foljesh ose kallëzuesish, kurse fjalitë e thjeshta janë ato që përbëhen vetëm prej kryefjalës dhe vetëm prej një kallëzuesit. Ndoshta ndonjëherë mund të ketë fjali e cila është e përbërë prej kryefjalës vetëm, ose vetëm prej kallëzuesit. Ato fjali quhen një kryegjymtyrëshe, pra këto I kemi këtu fjalit 2 kryegjymtyrëshe, sepse I kanë të 2 gjymtyrët kryesore të fjalisë. Pra fëmijët lundrojnë, edhe kanë edhe kryefjalën, e kanë edhe kallëzuesin. Të analizojmë një fjali, pra një mjegull, pra është kryefjalë, e bardhë, pra është përcaktor, lundron, është kallëzues ose folje, mbi lugin, pra është rrethanor, këtu pra është rrethanor I vendit, tregon vendin e kryerjes së veprimit, pra shumë e thjeshtë. Kishim një analizë të vogël dhe të thjeshtë, ndoshta ju mund të bëni ndonjë fjali tjetër në këtë formë, sepse kështu në këtë formë do të mësojmë më mirë gramatikën. Pra do të mësojmë çfarë është kryefjala, më të përcaktorët, kallëzuesin dhe rrethanorët. Që rol luan kryefjala në fjali? Kryefjala luan rolin kryesor pra në fjali.
Ajo është pjesë e domosdoshme që duhet të njihet sepse prej saj fillojnë lidhjet e fjalëve të tjera, e sidomos ajo e foljes kallëzuesit, e cila duhet të përshtatet pra kryefjalës. Pra, në qoftë se nuk i përshtatet kryefjalës, atëherë do të kemi gabime gramatikore. Pra, në qoftë se kryefjala është në njëjës, atëherë dhe kallëzuesi duhet të jetë në njëjës. Në qoftë se kryefjala është në shumës, atëherë dhe kallëzuesi duhet të jetë në shumës. Pra, shembull konkret e kemi nxënësi mëson, këtu e kemi nxënësi, kryefjala është nxënësi, mëson është kallëzuesi. Nxënësi e kemi në njëjës, po edhe mëson është kallëzuesi në njëjës, për shkak se nuk mund të bëjmë që njëra të jetë në njëjës e tjetra në shumët, për shkak se duhet të përshtatet pra kryefjalës, pra sepse ashtu siç tham, kryefjala luan rolin kryesor në fjali. Në qoftë se themi fjalinë nxënësit mësojnë, kur nxënësit e kemi në shumës, edhe kallëzuesi duhet jetë në shumës, për shkak se duhet të përshtatet sipas kryefjalës. Kryefjala gjendet me anë të pyetjeve, pra me cilat pyetje mund të gjejmë, që ja parashtrojmë kallëzuesit, pra. Pra kush për njerëz në numrin njëjës? Për shembull, kush mëson? Nxënësi. Cili, cila, cilët, cilat janë për frymor dhe për sende. Për shembull, cilat mësojnë? Nxënësit. Dhe çfarë për sende. Pra, ashtu siç tham, për njerëz do ta përdorim pyetjen kush, kurse për frymor dhe për sende do ta përdorim pyetjen cili, cila, cilët, cilat. Pra të mbajmë në mend dhe mos të harrojmë dhe të mbajmë në mend që kryefjala e luan rolin kryesor në fjali. Dhe prej saj varen edhe fjalët e tjera pastaj, kallëzuesi dhe pjesët plotësuese. Kryefjala përbën temën e njoftimit që jepet nëpërmjet të fjalisë, pra tregon atë për të cilën bëhet fjalë në fjali. Pra, kryefjala tregon edhe atë për të cilën bëhet fjalë në fjali. Folja përfaqëson kallëzuesin, remën, pra atë që thuhet për kryefjalën, temën. Kryefjala e një foljeje në formën veprore tregon vepruesin, atë që kryen veprimin. Për shembull, plaku zemërbardh është tema. Ajo për të cilën bëhet fjalë i donte fëmijët, pra rema, kallëzuesi, dhe ajo që thuhet për temën, pra plaku zemërbardh i donte fëmijët. Plaku zemërbardh, pra është kryefjala, pra i donte është kallëzuesi. Veçoritë e kryefjalës. Vendi i kryefjalës në fjali. Ajo ndodhet shpesh para foljes. Për shembull, rrezet e diellit pranveror u derdhen mbi majat e thepisura të maleve. Për shembull, kryefjala është rrezet e diellit, rrezet, pra rrezet është kryefjala, por ku duam ta theksojmë, ta vëmë në dukje më shumë, kryefjala del në fund, pas foljes. Për shembull, mbi majat e thepisurave të maleve u derdhën rrezet e diellit pranveror. Ja, këtu e kemi rrezet pas, u derdhën pas foljes e kemi. U derdhën është folja, pas foljes e kemi rrezet, për shkak se ne këtu duam ta theksojmë dhe ta vëmë në dukje më shumë kryefjalën. E bëndojmë pra kryefjalën në fund pas foljes. Vazhdojmë në B. Përshtatja e kryefjalës me foljen, kallëzuesin. Kryefjala i përcakton foljes, vetën dhe numrin, njëjës ose shumës. Për shembull, pra, folja përshtatet në vetë dhe në numër me kryefjalën. Për shembull, nxënësi përparon në mësime. Në shumës, kjo është në njëjës, në shumës pra. Nxënësit përparojnë në mësime. Jo kemi edhe nxënësit kryefjalën ndryshon, edhe përparojnë e kemi ndryshon kallëzuesin, sepse është në shumës. Pra, këtu e kemi nxënësi përparon në mësime në njëjës dhe jasi është e paraqitur, kurse në shumës është nxënësit përparojnë në mësime. Kryefjala mund të zëvendësohet me një përemër vetor. Të shohim pra. Besniku punon në kopsht. Si do ta zëvendësojmë tash kryefjalën besniku me një përemër vetor? Pra, ai punon shumë, pra besniku
u zëvendësua këtu me përemrin vetor ai. Vazhdojmë me shembull tjetër. Arta shkruan bukur. Dhe kemi kryefjalën arta. Të shohim se si do të zëvendësohet kjo fjalë. Kjo kryefjalë. Kjo kryefjalë do të zëvendësohet ajo shkruan bukur. Pra, arta u zëvendësua me ajo. Nxënësit lexojnë lektyrën. Kryefjala është nxënësit. Ata lexojnë lektyrën. Pra, nxënësit u shndrua në një përemër vetor. Ata. Pra, e pam këtu te ky shembull i shumë bukur, te këto shembuj që i pam se si kryefjala mund të zëvendësohet me një përemër vetor. Besniku u zëvendësua me ai, arta u zëvendësua me ajo, nxënësit u zëvendësuan me ata. Pra, këto janë shembuj të cilët tregojnë për kryefjalën se si mund të zëvendësohet me një përemër vetor. Shprehja gramatikore e kryefjalës. Kryefjala shprehet me një emër. Për shembull, Arta shkruan bukur. Dita sapo kishte nisur të zbardhte. Kryefjala është Arta, pra me emër shprehet. Dita është kryefjala, pra është emër. Me një përemër, pra, është edhe siç e tham tek shembujt e më përparshëm. Ai ishte gazmor, pra ai është kryefjala, që është një përemër, pra në këtë rast është përemër vetor. Pra me një grup emror, fytyra e tij e skuqur tregonte shqetësimin shpirtëror. Pra fytyra e tij është kryefjala. Për shkak se këtu kemi grup emror. Me një pjesë të nënrënditur në fjalinë e përbërë, u pa qartë se kjo punë s'mund të bëhet. Pra, u pa qartë se, më thënë, kjo është me një pjesë të nënrenditur në fjalinë e përbërë. Në një fjali mund të ketë disa kryefjalë homogjene, që i përkasin të njëjtës foljeje. Si për shembull, çfarë është pra kryefjalë homogjene? Kryefjalë homogjene është, për shembull, kemi të tre emra, për shembull, Genci, Agimi dhe Petriti janë shokë të ngushtë. To janë pra kryefjalë homogjene, që i përkasin të njëjtës foljeje. Pra janë shokë të ngushtë. Pra, ashtu siç tham, në një fjali mund të ketë edhe disa kryefjalë homogjene që i përkasin të njëjtës foljeje. Ashtu siç edhe në shembullin e dhënë, pra Genci, Agimi dhe Petriti janë shokë të ngushtë. Shpresoj se kuptuat orën e mësimit, sa i përket kryefjalës. Ju faleminderit për vëmendjen, nxënës të dashur. Mirupafshim.